Tërmeti fuqishëm shkund këtë vendja sa raportohet magnituda. Një tërmet me magnitud 5.2 tronditi Kaliforninë jugore të hënën në mëngjes, duke lëkundur dritat dhe duke tundur gotat nga raftet, por zyrtarët nuk raportuan për të lënduar apo dëme të mëdha. Tërmeti ishte i përqendruar në konten San Diego, pranë qytetit malor të Julian, i cili njihet për dyqanet e tij të byrekut me moll, undje në veri dhe deri në qarkun Orange. Një zjarfikës i kontesë së San Diegos, i cili ju përgjigj telefonit në Julian, tha se nuk ishte raportime për dëme dhe as një thirrje për shërbim pas asaj që ishte një dridhje mirë. Policia e qarkut dhe departamenti i sherifit thanë gjithashtu se kishin marrë raportet menjëhershme për dëme apo lëndime. Nxënësit e shkollës u shoqëruan jashtë ndërtesave si një mas paraprake kur toka filloi të lëvizte, ka thënë kapiteni Thomas Scholz i departamentit të pyjeve dhe mbrojtjes nga zjarri.